Tashmë do ndalemi në një komunikim të drejtë për drejtë me gazetarin Toni Sido Barka në lidhje me protestën e ditës së djeshme, siç edhe u raportua që ka qenë e dhunshme, ka persona të cilët mbetën të lënduar në ndërtyrë efektiv të policisë. Sido, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Sido. Mirëmëngjes Bregena dhe Flori. Në fakt protesta e djeshme përpara parlamentit, pra protesta e cila zhvilluar gjatë paraditës së ditës së djeshme, një protestë e dhunshme ku shënuan disa efektiv të lënduar, gjithashtu dhe disa qytetarë protestues mbetën të lënduar kur morën ndihmën e parë në qendrën hospitalore. Megjithatë, pas përfundimit të protestës, ku pati përshkatësim të dhunës mes protestuesve dhe forcave të policisë, u shtyp kërkesimi me shoqërimin e 10 personave në komisariatet e ndryshme të Tiranës. Të paktën burime bëjmë me dije, por janë burime ende të pakonfirmuara zyrtarisht, rreth 19 persona janë arrestuar nga policia e Tiranës në lidhje me protestën e djeshme ku përshkaktuan me akt të dhune mes protestuesve, të cilët në fakt kishin fillimisht në protestën e tyre kishin me submjetës e tyre në temi të sulmit në vesh, por dhe të rrethimit e tyre dhe protestën e kuvendit të Shqipërisë, por që u planuan nga policia në normal. Kuptohet ku vendosën dhe barë dhe profilin në lokalitet gjithë më të lejuar me qytetare të protestues që të futen brenda kuvendit. Megjithatë, protesta ditës së djeshme ishte një protestë komplet ndryshe shkretë të protestat të përpara një muaji me me investime që pritet të zhvillohen në zonën e Zvometit, protestat e cilit janë kuptuar çdo ditë ashtu për një kohë të ditës përpara kryeministrisë me një marshim madje të qytetarëve në disa akte të ndryshme të kryeqytetit, ku ndodhen njëra qytetarë lidhje të protestuesve, duke mos patur asnjë bindje ose asnjë lloj drejtimi ka politik e takon protestuesve të cilët u bindën pikërisht thirrjes të protestave paqësore qytetare. Protesta ditës së djeshme përpara kuvendit ishte një protestë le të themi e ngjashme me protestat që janë filluar kohët e fundit nga subjekti Partia Demokratike, ku ka patur shkëlqyer dhe akte dhune për plasje mes forcave të policisë dhe protestuesve. Megjithatë, le të themi nuk ka pretendime, nuk qëndrojnë pretendime që mes protestuesve ishin le të themi të infiltruar nga subjektët politik, megjithatë pati disa tendenca gjatë ditës së djeshme që disa përfaqësues të partive më të vogla opozitare të jenë prezente gjatë protestës para kuvendit, por që janë larguar nga qytetarët. Megjithatë, disa qytetarë ose le të themi disa protestues kanë qenë ato që kanë ditur asht të dhunës, pjesa më e madhe e qytetarëve në fakt isha gjatë ditës së djeshme në protestën e paraditës ku ndoqët, pjesa më e madhe e qytetarëve në fakt kanë bërë thirrje jo për akt të dhunës, duke mos qelluar në drejtim të policisë, qoftë me vetë, por dhe përpas që përkatëzuan me sendet e forca dhe me gurë të cilët i gjenin në trotuar, por ka qenë një grup i vogël qytetarë, se cilët ka qenë më agresiv duke kërkuar le të themi që përshkallësim të protestës. Megjithatë, 15 efektiv mbetën të lënduar, ku disa prej tyre u goditen me gurë në kokë të pësuar dhe dëmtime në pjesën e kokës, ka pasur të lënduar dhe nga ana e qytetarëve, fatmirësisht të gjithë janë jashtë rrezikut për jetën dhe kanë lënë ambientin hospitalor të djeshme, por nga ana tjetër policia e Tiranës vjon hetimet sa i takon përshkallëzimit të akteve të dhunës, ku shënuan jo vetëm dhënë teknike me pasojë ndërtimin e 15 efektivëve të policisë, por pasojë edhe materiale ku shkatruan disa makina automjete të policisë. Qytetarët arrestuar një numër ende i pa konfirmuar zyrtarisht, të paktën burime bëjmë dije se janë rreth 18 ose 19 persona të arrestuar, kanë qenë më shumë se 30 persona të shoqëruar, megjithatë që ngelet një reagim qytetar nga policia e Tiranës në orët në vijim për të bërë të ditur le të themi dhe numrin eksakt të personave të cilët janë arrestuar. Ata akuzohen për kundërshtim të forcave të rendit, për goditje për shkak të detyrës ndaj forcave të policisë, bllokim të akteve kombëtare të tjera. Është qartë. Sido solle pak më parë në vëmendje protestat kombëtare të zhvilluara nga Partia Demokratike pak kohë më para, ku në fakt kanë qenë të përsëritura pamjet nëse referohemi dhunës të shkaktuara në të dyja rastet e protestave, ku njëra ka qenë me molotov edhe me mjete piroteknike, nga krau tjetër e pretenduar për ditën e djeshme me gurë ndaj policisë. Dhe nëse i referohemi arrestimeve të mundshme nga policia dhe nëse do i krahasonim të dyja rastet me njëra tjetrën nga ana e masës si mund të ketë dhënë gjykata, masës sigurisë, a ka pasur mas arresti me burg në rastin e protestave të para për të kuptuar se si do të vazhdoj edhe a do të ruhet e njëjti standard apo jo? Në fakt protestat, nëse i referohemi le të themi kronologjisë të ngjarjeve Flori sa i takon protestave të Partisë Demokratike, protesta që kanë nisur në fakt përpara shumë kohësh, përpara Bashkisë së Tiranës, ku është kërkuar pra largimin dhe dorëheqja e kryebashkiakut Erion Velia, ishin protestat e para le të themi të Partisë Demokratike të dhunshme, ku hodhën tjetra molotov duke filmuar forcat e policisë, në pas të protestat kombëtare
siç i quajnë edhe vetë Partia Demokratike dhe drejtuesi i saj Sali Berisha, duke mbledhur njerëzit përpara kryeministrisë dhe në përfundim të fjalës së tij u hidhshin molotov dhe sendet e forta jo vetëm në drejtim të godinës, por fatkeqësisht janë parë dhe janë filmuar që janë hedhur dhe molotov në drejtim të forcave të policisë, ndaj është bërë le të themi e mundur që policia ka ndërhyrë duke arrestuar dhe neutralizuar sipas policisë gjithmonë personat që kanë kryer akte të dhune. Megjithatë, fillimisht tokat e zeza janë treguar se në arrestime që policia e Tiranës ka kryer, vazhdimisht policia e Tiranës ka qenë në kuadrin e shoqërimeve, por me pas të përshkallëzimin e akteve të dhunës, flasin gjithmonë për protestat e Partisë Demokratike të zhvilluara deri përpara disa kohësh, pa me pas nisën arrestime. Tokat e zeza kanë liruar të gjithë protestuesit e arrestuar mbështetësit e Partisë Demokratike, por sot e fundit pati dhe një arrest me buk u lanë në fuqi pikërisht masa e vendosur nga gjykata. Me pas kuptoj që protestuesi është liruar për shkak dhe të favorizimeve të tij të ligjit, por tokat e zeza duket se sot e fundit e paktën për subjektin e Partisë Demokratike dhe pse i lironin të gjithë protestuesit u treguan paksa më dëshpëruar për shkak të përshkallëzimit më të ashpër që u bën nga vetë protestuesit të drejt forcave të policisë. Megjithatë, dua të shtoj dhe diçka që ishte përplasja parë le themi mes protestuesve qytetarë të cilët mblidhen përpara parlamentit ose përpara kryeministrisë pa bindje politike, ishte përballja e parë mes tyre dhe policisë të Tiranës. Kuptoj që gjatë 10 ditëve policia e Tiranës nuk ka patur as gardin metalik të vendosur përpara qytetarëve, por dhe qytetarët kanë respektuar të gjitha normat le themi dhe thirrjet e policisë duke u shmangur nga aktet e dhunës. Protesta e djeshme në fakt ishte një protestë komplet të ndryshe nga protestat të cilat janë zhvilluar më shumë se një muaj në Tiranë. E qartë. Mirë, Sidonet, falenderojmë për gjitha detajet që përsodhen në studio. Faleminderit Sidonet. Punë të mbarë. Do të shkojmë tashmë në një hapësirë publicitare, i kthehemi vetëm pas pak.